Keni gur në tëmth, zgjidhjen e ka gjetë doktor Ylli. Sa të zgjohemi në mëngjes do marrim një lugë të mesme dhe do e pim nga vaji i Basanit esën në mëngjes. Të njëjtën gjë do bëjmë edhe darkë para ushqimit. Produkti i dytë që do përdorim është propolis amerikan që konsumohet 3 herë në ditë nga 10 pika mbas buke. Çaji kryesor i tëmthit është ky këtu. Përbërësit e këtij janë lule ake, mëndër e but, bar blete, gjëm gomari dhe murizi lule. Do marrim tenxhere të madhe, do e mbushim me 3 litra ujë. Fillimisht duhet zgjidh uji vetëm derisa të marrë vaj 4 deri në 5 minuta. Ky është ndarë me paketa. Masi uji ka marrë vaj, do hedhim një paketë të tillë brenda. Po në të njëjtin vend do shtojmë 6 lugë gjelle çaj urome. Do shtojmë 1 lugë gjelle çaj argjinari, 2 lugë kafeje gjëm gomari. Do shtojmë 1 lugë gjelle fjerguri. Do shtojmë dhe 1 lugë gjelle peta drize. Në momentin që janë bashkuar gjithë çajet bashkë do i lejmë 3 minuta tjera të zgjenë. Do e fikim, do e kullojmë dhe duhet ta konsumojmë 3 herë në ditë, nga i go 200 ml pas buke. Pjesën tjetër që na tepron e ruajmë deri në frigorifer dhe e kemi gati për ditën e vazhdim. Çaji mbërsohet sipas dëshirës, mund pihet edhe i ftohtë. Kjo total si recetë të gjitha mjekimet për tëmthin, për 15 ditë shkojnë 33.500 lekë të vjetra. Faleminderit që më ndiqni.